Zona e Dajqit në Shkodër, e njohur për tokat e saj pjellore dhe klimën e favorshme, po shfaqet gjithnjë më shumë si një zonë me potencial të lartë për kultivimin e bimëve dhe pemëve dekorative. Tom Pietrani, kryeplaku i fshatit, i cili prej 15 vitesh merret me pemë dekorative, shprehet se treg gosht i hapur dhe pemët po eksportohen kryesisht në Itali. Megjithatë, ai thekson se ngritja e një aktiviteti të tillë kërkon investime të konsiderueshme, ndërkohë që mungesa e infrastrukturës dhe problemi vaditjes mbeten sfidat kryesore. Ky vit keni marrë, me thënë drejtë për pemë dekorative keni marrë. Ka pas shitje, deri diku, në përgjithësi, kanë punë të gjithë banorët, kurse me nga ana e blegtorisë dhe punime tjera, Dajqit e shesh drejt eliminimit të blegtorisë të marrë komplet me pemë dekorative. Se janë vetë çmimet e atilla që nuk ja vlen me majt blegtorit, me pemë dekorative kanë punu më fort. Tregu shitit është me Kosovën, tregu kryesor, Kosovën me Italinë, me Serbinë, me Malzi, Maqedoni edhe Greqi. 60% e popullsisë Dajqit, që kanë mbet, pak kanë mbet këtë zonë, merren me pemë dekorative. Me fidanishte, me natyrën, me pemë që mjellin natyrë. Unë kam 50 limë të mjellin natyrë. Kam edhe serët që bajnë fidanin, edhe për tregun, edhe për intereset e mia. Prej sa vitesh merresh? Ka 15 vite që merrem. Kam punu 20 vjet me Bilmetin, edhe të shena fokusu këte pemë dekorative që ka një fije të ardhme më të mira. Sipas tij, tokat e zonës janë tejet kultivuese, por politikat e shtetit ndër vite kanë ndikuar në shpopullimin e Dajqit, duke shtuar ndjeshëm me migrimin. Mund ka. Fuqësia punëtore më ndonë, se pjesa më madhe kanë ikë jashtë. Janë të ikë 20 për ditë. Janë politikat që i realizojnë të punë, që i bënë me ikë. Zonë është i vend i mrekullueshëm, ka beku Zotin të në drejtimet, si toka, si natyra, si gjithçka. Shteti do të me mënu për shëmësënimet. Janë disa firma të reja që kanë fillu punë. Meni mua gja mirë. Apo nëse do të ardhët mëdha për me bënjë me hapi i bestesi. Nuk është gjë vogël, sepse kja punë ka mund shumë, ka shumë mund. I kja bim që kene i të pranishëm dënë 4 vjetë, 5 vjetë mu ba për treg. Apo ka fuqësia punëtore që ka shku shtrejt këtu, edhe pak njerëz ka. Po shteti, me pas me vu dorë shteti në këtë zonë, kishme kene gjë mirë, se na kena probleme edhe vaditjet. Na kena mëshirë Zotit, edhe kush banë çmime në toka. Ne na rrethën uji, ne na mët uji, s'kene uji. Sot, pemët dekorative përbën 60% të ardhurave të zonës, duke qenë një prej burimeve më të rëndësishme të ekonomisë lokale.